Personat që han ullin duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Ullin të klasifikohen në fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershit dhe pjeshkët. Ullin jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dyja llojet e ullinjve konsiderohen të pasura me yndyrna të shëndetshme për organizmin. Në këtë video, sipas Brightside, do të listojmë disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i ullinjve në mënyrë të rregullt dhe të përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas tyre, konsumi i ullinjve në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin tuaj kockor. Një studim i fundit sugjeroi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës koccore, ndaj konsumi i ullinjve është i rekomanduar për të pasur gjithashtu edhe kocka më të forta. Duke konsumuar ullin në mënyrë të rregullt do të përmirësoni edhe nivelet e kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjt ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Ullinjt ndihmojnë në largimin e dhimbjeve. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjeve. 10 deri në 15 kokra ullinj çdo ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë këtë përfitim. Ullinjt gjithashtu janë të pasur edhe me antioksidant. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidant arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enën e gjakut. Ullinjt janë të pasura gjithashtu me bakterie të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni në organizëm. Ullinjt kanë efekte të mira kundër rrullave. Ullinjt përmbajnë acid oleik, që e mban lëkurën të butë gjithashtu edhe më të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson gjithashtu edhe paraqitjen e lëkurës dhe gjithashtu largon edhe problemin e rrullave me të paktën 20%, citon Brightside. Ullinjt janë një nga frutat më të mirë edhe për të cilën mund të jenë ideal për mbajtjen nën kontroll të niveleve të sheqerit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyrna monotopangopra, të cilat ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni të paktën ullin në mënyrë të rregullt. Kështu do të keni përfitimet e tyre kundër këtyre komplikacioneve. Ullinjt janë një nga frutat më të mirë ushqyes, të cilët do të ulin edhe nivelin e tepërt të oreksit në trup. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore monotopangopra që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë gjithashtu hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin i cili është i ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomandueshëm dhe sa më shpesh të jetë e mundur. Kryesisht, ullinjt të përgatitur në mënyrë të rregullt do t'japin rezultatet e tyre plotësuese për organizmin. Ullinjt janë një nga produktet më të mira për trupin tuaj dhe konsumi i tyre do të jetë një element i shtuar edhe për humbjen e peshës. Kur ju konsumoni ullinj, do të merrni një sasi të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme për organizmin. Gjithashtu, ullinjt përmbajnë substanca që e bëjnë djegjen e kalorive të tepërt në mënyrë më të rregullt. Do të mbroni shëndetin tuaj të zemrës nëse konsumoni ullinj në rregullisht. Përfshirja e ullinjve në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar për shëndetin e zemrës. Acidet yndyrore të cilat gjenden te ullinjt kanë acid oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij në aftësinë për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar edhe sëmundjet e zemrës. Do të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullinjt përmbajnë antioksidant, veçanërisht polifenolin. Këto substanca bëjnë mbrojtjen e organizmit nga radikalet e lira, të cilat mund të shkaktojnë edhe infeksione virale. Do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të bakterieve. Ullinjt, përpos se mbrojnë organizmin nga probleme të ndryshme, mbajnë larg edhe komplikacionin e radikaleve të lira. Do të keni një memorie më të mirë. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre për qelizat e trurit, me që rast edhe largojnë stresin dhe njëkohësisht ndikojnë në përmirësimin e memorjes. Në një ullumtim në departamentin e neurokirurgjisë është vërtetuar se
Polifenolet e gjeturat e ullinit ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neurale, neurodegenerative dhe çrregullimeve të tjera psikike. Do të keni gjithashtu një lëkurë më të mirë. Ullinit përmbajnë acide oleike dhe vitaminën E, të dy këto përbërës të nevojshëm për lëkurën e shëndetshme. Vitamina E ka funksione të antioksidantëve të cilat mbrojnë lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë dëmtime të lëkurës. Në përgjithësi, nëse ju keni dëshirë të humbisni në peshë dhe njëkohësisht të qëndroni të shëndetshëm, atëherë ullinit janë një zgjidhje shumë e mirë për të konsumuar në mënyrë të rregullt. Forcojnë sistemin imunitar, gjithashtu mbrojnë edhe shëndetin tuaj dhe enët e gjakut. Ullinit janë të pasur me antioksidantë që pastrojnë trupin duke eliminuar çdo materie të dëmshme. Rregullojnë nivelin e kolesterolit që do të thotë se ato mbrojnë nga komplikacionet kardiovaskulare. Por më tepër forcojnë edhe sistemin imunitar dhe përmbajnë lëndë ushqyese që ju ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të alergjive. Ndihmojnë në humbjen e peshës. Ullinit janë të pasura me yndyrra të mira të cilat edhe ka nevojë trupi jon. Këto yndyrra trupi nuk i ruan si depozita, prandaj duhet të plotësohen. Ato kontribuojnë shumë në humbjen e peshës në mënyrë të shëndetshme. Ullinit janë një delikatesë e jashtëzakonshme që ju mund t'i shtoni në ushqimet tuaja të preferuara, ose thjesht janë ato në mes të ngrënies suaj. Janë jashtëzakonisht të shëndetshme dhe në gjendje që të mbrojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Lehtësojnë dhimbjet dhe inflamacionet. Ullinit dhe vaji i ullirit janë të pasur me antioksidantë të fuqishëm, kështu që një ushqim i shijshëm dhe i shëndetshëm lehtëson edhe komplikacionet. Mbron flokun dhe lëkurën tuaj. Ullinit dhe vaji i ullirit përmbajnë komponentë që mbrojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Acidet yndyrore të pangopura dhe acidet yndyrore omega 3 që gjenden në sasi të madhe në këto acide mbrojnë nga lagështia e lëkurës dhe floku juaj. Të pasura me vitaminën E, ullinit janë ideal për lëkurën dhe flokun e shëndetshëm. Ullinit ose vaji i ullirit mund të përdoren edhe si maska për flokun dhe për lëkurën. Nxisin sistemin tuaj tretës. Ullinit janë të pasura me fibra që ndihmojnë në sistemin tuaj tretës. Vitamina E dhe yndyrrat e pangopura parandalojnë çdo dëmtim të shkaktuar nga radikalet e lira në zor. Një filxhan vaj ulliri i zi siguron 17% të marrjes rekomanduar ditore të fibrave, që do të thotë se ato do të rrisin ndjeshëm edhe tretjen tuaj dhe do të mbajnë larg edhe komplikacionet e tyre. Ullinit janë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për të konsumuar në mënyrë të rregullt. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshëm, por gjithashtu mbajnë larg edhe problemet e ushqimeve. Ullinit janë një nga frutat më të mirë dhe në vendin tonë. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i rregullt i tyre dhe brenda normës lejuar do të ofrojë edhe një reduktim të peshës së tepërt trupore. Kur ju konsumoni ullinit do të merrni sasinë më të madhe të fibrave dhe lipideve të nevojshme për organizmin. Gjithashtu ullinit përmbajnë një substancë e cila ndjek kalori të tepërta. Do të mbroni gjithashtu shëndetin e zemrës. Acidet yndyrore të cilat gjenden te ullinit janë gjithashtu edhe acidi oleik. Ky acid yndyror njihet për vlerat e tij dhe për aftësinë e tij për të zvogëluar kolesterolin dhe në përgjithësi për të parandaluar edhe komplikacionet të sëmundjeve të zemrës. Do të keni një sistem imunologjik akoma dhe më të fortë. Ullinit përmbajnë antioksidantë, përkatësisht gjithashtu edhe polifenole. Këto substanca janë të mira në mbrojtjen e organizmit kundër radikaleve të lira të cilat mund të shkaktojnë edhe infeksione virale. Do të jeni më pak të rrezikuar nga disa lloje të radikaleve të lira. Ullinit përpos se mbrojnë organizmin nga infeksione dhe komplikacione të ndryshme, mbajnë larg edhe problemin e radikaleve të lira. Do të keni gjithashtu edhe një memorie më të shëndetshme. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre në qelizat e trurit me çrast largojnë gjithashtu edhe problemet e stresit. Ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar për organizmin edhe për trupin tuaj. Ndaj konsumi i tyre mund të jetë edhe një aleat i mirë për shëndetin e lëkurës. Përmbajnë elemente acidit oleik dhe vitamina të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit të lëkurës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.